mendimin tim, mendoj që shkelet e kushtetutës, mos respektimi kushtetutës dhe i ligjit nga ona e presidentës Osmani ka qenë i barabart nëse jo ma shumë se i ekzekutivit Kosovës. Ekzekutivi është, tjetër është përgjësia kushtetuse e ekzekutivit, tjetër është e presidentit Republikës. Presidenti Republikës, unë po e përsëris, prap nuk është në sistemi parlamentar, nuk është pushtet, do thotë, ka prerogativa të qarta. Institucionet vitale të shtetit, si që është zonë prokuroria e shtetit dhe plot tjera funksionojnë, kanë funksionu me ushtruzë dhe tyre pasje, të është e pa falshme. Kjo s'po bëj vlerësime të ka sulmu antarë gjykatave të rregullta dhe antarë të gjykatas pushtetuse, mënyrën ma primitive, ma brutale të moshme, dhe ajo ka pas pasoja në pjesën e izolimit të Kosovës. Në pjesën e izolimit të Kosovës? Po. Në raport me zotin... Cilat kanë qenë pasojat? Unë besoj që një prej shkaktarëve të ndërprerjes së dialogut strategjik ka qenë edhe sjellja e saj ndaj sistemit drejtësisë. Osmani ka qenë shkaktar i ndërprerjes së dialogut strategjik? Sjellja e saj dhe pushtetit se ajo nuk është po. Sepse në shpjegimin kur thuhet ndërprerja e dialogut strategjik ose pezullimi i dialogut strategjik është për shkak të veprimeve të qeverisë Kosovës. Flitet për Vjosa Osmani. Në anglisht, Government of Kosovo nuk kuptohen, do të thotë gjitha strukturat qendrore. Qeveritare. Po, qeveritare. Dhe ajo është po si do të thotë 2-3 vitet e para nuk ka pas asnjë dallim, është po edhe në sytë të vendorë dhe të ndërkombëtarëve. Pastaj, edhe në raport me zotin Kurti, në momentet që ajo ka vlerësu që mund përfitoj diçka, është tërgu e pa besë, do të thotë. është tërgu, si të shtik pas shpine, bezomi ju diri deklaratet e saj ndaj zotit Kurti në disa raste, kur ka besu që po kryo... Profesor, sepse kur është në linjë me zotin Kurti, i thuhet që është notere. Kur bën nei... Unë si thash notere. Jo. Unë si thash, kërkuj. Si that ju, është thënë. Jo se s'po i them ju. Kur bën nei, kur ka një diskurs pak më ndryshe, i ka bërë pa besi, për tash... Shikoni. Që thot dikush të koncentrohem me diku se... Unë po e them atë që ka qenë, do thotë këto janë fakte që s'po interpretoj unë. Okej. Po këto janë fakte si që kam parë si që kam parë unë. Roli në rujtën e balancit të institucioneve dhe balancit politik nuk ka qenë i dëshirueshëm, keni pa në shumë herë në... Pastaj, ka ndodhur shkarkime